nuk jam një i tratum as në luftë e as tash. Nga ata komandant, sidomos që përmend që kanë qëndru mbrapa dhe që kanë ditë me rujt veten luftë, ata dhe kanë ditë mu bon dhe profiter pas luftës, e kumprit. Se lufta nuk është krejt e mirë, në çdo luftë ndodhin gjonat e mira dhe të këqija, dhe në luftë kyqen njerëz me ideal, që tha me gjak, dhe kyqen për interesa. Po nga kush ndjeni i tratuar, komandant? Po, tradhia po shifet që është nga vetë zinxhiri komandues. Do me thonë, kryet e zinxhirit komandues. Nëse është kryet të mirë, atëherë nisit poshtë gjithçka kishin me qenë në rregull. Se pas lufte nuk si shtabi i përgjithshëm, si shtabet e zonave, me shtabet brigadave, nuk ju kanë dhënë mundësinë që të kontrollojnë veprimet e ushtarëve të vërtet edhe të ushtarëve të vërtet, po dhe të atyne cilët i kanë bon veteran pa konë fare. Se shembull tash në Koshare nëse flasmi konkret, Rustemi ka përgjithësinë nëse ju në fut ushtarët, edhe na e dimi që ju në fut që s'kanë marrë pjesë. A kina e rast që e den që është fut? Qysha kom rast që luftën e kanë përfundue me të plagosun edhe me të vram, me dëshmor, edhe veteran, ma pak se 1500. Janë përmi 3000 zdi ku ka rrit numri. Pa i kanë fajt komandante zonave, a komandante përgjithshëm? Po normal që komandante zonave që i kanë bo me partin. Këtë favorja... Pa të pse Rusta fajt, që ka me bo komandante? Këtë favor ju ka kërku e Rustemit si komandantve tjerë, edhe të zonave kalkulimet që i kanë bo për me uqas, me fut garave zgjedhore, edhe mi kalu pragjet, edhe mu bo subjekte politike, edhe të nej me mjell shtetin, me hangër, a mos mi interesu fare për ushtar. Janë akuza trona, mos dormi te... Po, shumë trona dhe të shumë... Te vrasja sërbe që shpjegon. E ki që shpjegon... E shpjegon për intervista tjera që në vrasjen e një komandantit sërbë nëse s'gaboj. A më nëshme në shpjegu sonte? Jo një komandantit, po në përgjësit komandantat sërbë kanë hasë në ballafaqqimin më të fort përballë njësis ku kumë zhvillu unë e luftime. Se njësia ka qenë e tillë, ku do që është mas shtiri, aty jemi përgjegjë. Unë jam një për atyne që këmë thonë me data jepi. Në 10 prill kazerma. 19 prill Oplazi, në Larasa, deri në Zhare, që ku marrë pjesë, ku vritet komandanti, në me thonë, sërbë në Oplaz, për një sistime Kobrat, prej Emri komandantit sërbë? Emrin komandantit sërbë, tash nuk më kujtohet në radio lidhje Jaguar. Jaguar? Po, se së më kujtohet... Të ishtë të më tërprej, komandant, në një nga intervistat e ti, generali Sem Berisha, që unë përbësej që kena hinë gjuna me ta, intervistën e parë. Këtu veç në emisione kur që mune, generala mos më përmenë se s'ka pas në luft generala. Pse ja, generali Sem Berisha? Jo, e seni pas Rustemi, as Ramushi, s'kanë qenë generala, këta e në bu generala pas lufte. Këtu e grada si kur edhe ma dopta se nuk kena të vullë, e në të vullë për meritat luftës, grada shërbime e zjarëfikje s'ti bënë mune të bëj. A kur ju vjen puna në zetë, që rrethi i vetë, njërës të ma të besu shumë, ne kanë quë lidert, me thonë nëse udhëhecit komandantat kryesor në Hagë, e ullin kokën të poshtë, e nasve ullin me sëtë. Se na nuk jemi as të ftum prej hetuesis, as prokuris, as ndërkombëtare, as vendore, po jemi të qetë se kemi ditë edhe si bëhet lufta, edhe si duhet mu sjell pas luftës. Përmend Sem Berisha në një nga intervistat e tij në KTV, nëse s'gaboj, që thotë ka pas oficer shqiptar që kanë komuniku me sërbë. Se si kanë përmend këto pa dalun në emisione ma herët, pa e cekun që ka pas edhe shqiptarët. Disa oficerë kanë qenë me vetë dëshirë me kontratat rregullta që i kanë krye shkollat ma herët,
edhe ushtarë disa do me thonë kanë qenë në shërbimin e rregull të ushtarak, se shqiptarët që kanë jetuar në Serbinë, në Malzi, nëse edhe në pjesë të Sanxhakut, ata normal që kanë shërbyer gjatë luftës në Kosovë në ushtërinë serbe, se kanë pas obligative. Ka pas edhe dëvrame së sene. Tash këta janë të hupë ko shumë të i përcjell ato dokumentaret cilat janë edhe ato falsifikate, ku edhe vetë sërbët ilshojnë aqë sa në fund të dojnë me dalë të pastërt që kanë bo luft të pastërt. Në fakt, është shumë pa lidhje me thonë, po si në shkrimet në botha sot, si ma vonë emisione, ku një emision kom qenë në Rokum me Nasim Hadinajn, e duhet me pyet Nasimin në emision nëse të vjen, pse ai emision tash sekuencat dalin vetëm tina në për YouTube apo në Google, a emisioni është i fshim, me qenë se Rokum ka kaluar në tjetër televizion, po pse është në shef. Do me thonë, neve individve si... Kush po mendoni që e kanë shef? Po, kanë shef këta që dojnë me shtrembruhe historinë. E kur me ndani që do shkruhet historia e vërtetë e luftës koshorës? Historia e vërtetë e luftës koshorës dhe ushtrisë qëndimtare të Kosovës vjen vitin 2049 prej shtëpisë Bardh. 2049? Po, 50 vjetë. Kur bëhen, edhe këto fatkeqësisht s'do fatmirësisht për ta, po për njën e nonë, që ndoshta asune nuk do t'jom njëtë. Shumica nuk do t'jen njëtë. A e kanë shfrytzu këtë popull edhe i këshyrin si hera, si, po, veç me javë këshyr pasurin, si kanë arritë, si kanë... Kush për shembull se janë akuzat rona? Këto akuzat që po thutit të rona si pas teje jënë, se këto jënë akuzat ma minimale. A mundën me përmend me emra? Ne ka mundën me ishtim të lash, po ma mirë është mi përmend me emra se prej ka njerës. Ndëgjom, ma minimale. E dim na i kemi spaku, i kemi 250 familje në Kosovë, si kemi ma tepër, cilat jetojnë luksin edhe si adin fundin pasurisë. Nuk janë vetëm të pjesë e luftës, po janë edhe ata cilë s'kanë marë. Mirë po fatkeqësisht që kanë rënë në ndikimin e shërbimeve slave, kur thëmë sërbë edhe ruse, edhe disa dhe sëtë do me thonë krynë shërbim për ta, si në emisione të folë të i përshtatë. Une jam një prej atyne